Ola dhe Jozi bisedojnë për gjestin, apo përsëritet historia. Në një nga bisedat e tyre të hapura, Ola dhe Jozi ndajnë mendimet e tyre për gjestin dhe mënyrën se si ai po sillet me Loredanën. Të ulur në obor, larg vëmendjes së banorëve të tjerë, ata diskutojnë për sjelljen e tij dhe për atë që pritet të ndodhë. Po e sheh si po vepron përsëri? Pyet Ola duke tundur kokën. Ky gjesti nuk ka të ndalur. Mënyra si po sillet me Loredanën është njësoj si me Eglin. Fillimisht i afron, i bën të ndihen të rëndësishme, pastaj i përdor për lojën e tij dhe në fund i lë pas dore sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Jozi, i cili gjithmonë ka qenë skeptik për gjestin, përplas buzët me një shprehje mosbesimi dhe shton, e njëjta histori po përsëritet. Më kujtohet sa shumë Egli u përfshi emocionalisht me të dhe si përfundoi e sëmur nga gjithë kjo situatë. Tani, gjestin po bën të njëjtën gjë me Loredanën. E mashtron me fjalë të ëmbla, e bën të besoj se është e veçantë dhe më pas, kur të mos i duhet më, do ta lër të vuaj siç bëri me Eglin. Ola merr frym thellë dhe thot me ton të shqetësuar, unë nuk e di se çfarë sheh Loredana tek ai. Ajo duhet ta kuptoj që ky djalë është thjesht një lojtar i madh dhe nuk ka asnjë ndjenjë të vërtetë. Ajo do të lëndohet në fund, siç u lëndua Egli. Por nuk besoj se do ta kuptoj derisa të jetë tepër vonë. Jozi tund kokën dhe pshertin, po Loredana është kokfort. Edhe po i tham diçka, nuk na dëgjon. Ajo mendon se do të jetë ndryshe, por gjesti nuk ndryshon për askënd. Ai vetëm luan dhe përdor njerëzit për avantazhin e tij. Të dy bien dakord se Loredana është në një situatë të rrezikshme dhe ndoshta nuk e kupton ende se çfarë po ndodh. A do ta shoh Loredana të vërtetën para se të jetë tepër vonë? Apo do të bjerë prej lojës së gjestit, ashtu si Egli?